Clinking of glass, the flicker shade on your face, pouring rain. Oh, I wish we had stayed. Misplaced, got somewhere to be, but don't wanna leave. Just one more drink, don't wanna think about anywhere, anyone else. Maybe I could've loved you in another timeline. Could you have loved me too if our stars aligned? Maybe we were twin flames in a past life. Same souls with different names. In a past life, in a past life. Heart rate, keeping in time with the beat of that old. Hej, përshëndetje, si që keni vënë re, jemi në Sardenj. Ju kam thënë dhe ju kisha thënë që do shkonim në Qipro, por na anulluan biletat e avionit, edhe na thanë që mund të kompensoheshim ose mund të ndronim me një destinacion tjetër dhe jemi në Sardenj, erdhëm kështu pa planifikuar, një javë ose 2 javë maksimumi që morëm lajmin për anullimin e Qipros, edhe direkt vendosëm për një destinacion tjetër. Dhe kështu erdhëm, do më thëmë pa plan, jemi 4 net, kurse nuk kush do bëjmë ato pushimet, tamam pushime. Edhe jam e tërhequr, duket, sepse erdhëm që dje, ju ka marrë pak filmime gjatë rrugës, isha e frymzuar, për pastaj kur erdhëm këtu tek Airbnb-a, që në fakt është si hotel, edhe pse agjencia në tha që është Airbnb dhe kushtet janë, do të thënë, procedura është si Airbnb, pjesa e taksave dhe këtyre të tjerave. Përveç asaj, shumë që kishim paguar për në Qipro, për biletat, për hotelin dhe në gjithë paketën, na thanë që nëse zgjidhni na dhanë 3 opsione hotelesh këtu në Sardenja dhe ne na pëlqeu kjo Airbnb-a dhe na thanë nëse zgjidhni këtë Airbnb-n do pagoni 80 euro ekstra. Në rregull tham, sepse i kishte kushtet që më të mira nga ato 2 opsionet e tjera. Edhe pse në fakt unë nuk e se jam shumë pro që të jetë një hotel i mirë, të paktën nuk e se jemi 10 ditë dhe duhet të rrim aty. E kuptoni, të ishte diçka të më thënë ne për në Qipro, paguam shumë pak, e gjetëm ofertën për në Qipro sepse prem që në janar, 200 euro, shumë pak, hotel, biletat e avionit për 4 net, dhe me 200 euro për në Itali, nuk e se do shtoni më lek. Edhe prandaj nuk e se na intereson të shumë pjesa e hotelit, sepse shumë pak e kishim marrë dhe nuk e se mund të pretendonim për diçka më shumë. Edhe na thanë që thjesht ky hoteli, kjo Airbnb-a, duhet të shtoni 80 euro ekstra sepse i kanë taksa. Në rregull tham, erdhëm dje me ide, na dhanë një fletush, një flet, për të firmosur dhe për të bërë dhe na paraqiten që duhet pagoni 80 euro taks plus 80 euro taks të tjera pastrimi, 160 plus 16 euro taks qyteti, plus 200 euro duhet të linim depozit këtu te hoteli për garanci në qoftë se shkatërrohet diçka në hotel, ata do na mbajnë 200 euro lekët. Do të thënë para se ne të lëm hotelin do vinë që ta shohin. Edhe kjo më bezdis në fakt, sepse me të mbajt lekët e tua, unë nuk kisha vajt në asnjë vend që të më ndodhte kjo gjë dhe në fakt kemi udhëtuar pa fund, kemi prerë dhe Airbnb, kemi hotele, po të paktën të na ishin paraqitur më përpara sepse vetëm dije sa shkelëm, përveç se paguam taksin që erdhëm, morëm Uber, paguam 40 euro që erdhëm nga aeroporti, edhe pse ishte shumë afër, na ikën domethënë direkt përballë me diçka që na ikën direkt 400 euro minus. Edhe nuk është pak, sepse
Shqyrë zotit kishe marrë lek, kemi dhe lek në kartë, por ti vjen me një program që ka që lek do harxoj, ka që do t'ikën për qef, ka që për blerje, ku t'ja prit mendja që me 400 euro do t'i ikin direkt që ditën e parë. Edhe pse për këtë 200 na thanë që do t'a kthejmë ditën e fundit. Edhe marra agjensinë në telefon, ja shpjegoj, ja qërë me foto atë fletën, sepse ishte, do më thënë, u mërzita shumë. Shumë në fakt, isha kështu. Edhe na tha që nuk ka problem për pjesën e 80 euro që paguam ekstra, do na i kompensoj, i dham atë të bankët, se do na i hedhi këto ditë në bankë, të paktën u tregua shumë e gatshme për këtë pjesë. Kurse për 80 euro të tjera na kishte njoftuar dhe ne kishim rënë dakord, kurse për 200 euro nuk ka çfarë të na bëj, sepse do na e kthej në fund nëse ne nuk bëjmë asnjë tepme. Por momenti se si na e tha, do të thënë, ai djali që ishte poshtë dhe tha 200 euro, më tha, nuk do t'ua kthej vetëm nëse nuk bëni dëme. Kuptoni? Dëme. Ta keni super në rregull. Thasha zoti madje tha, edhe plerat duhet që t'i ndani në plastik, karton, qelç, keni kosha në balkon dhe duhet t'i ndani ashtu, mos mi lini plerat në koshin e banjës, apo në ashtu, duhet që t'i keni të organizuar dhe të ndara në balkon. Edhe gjithë ky stres, o nuk kisha ardhur në asnjë vend nuk kam ardhur që të ketë këto politika. Nisim tani të bëj make-upin se jam shumë e acaruar. Make-up them unë, por në fakt kjo është fondatin, është SPF 50 dhe shumë e mirë sepse ka dhe mbullim dhe është nga Transparent Lab dhe gjeni tek Mona Farm. Më duket është bërë me ulje nga 40.000 lekë për diku te 26-28.000 lekë, po është super e mirë. Edhe kështu, qa të xhiroja unë, shikoni gjithë këto strese dhe jam kështu, Alvio, mos bëj rëmuj, Alvio, kujdes mos prish diçka, dhe vetes time, kur ja them Alvios, ja them 2 fish vetes time, sepse do vi tjetri, edhe dikush është më e keqja, që jam stresuar, neve avionin e kemi herët në mëngjes, e kemi në orën 8:40 niset avioni. Në të 2 orë duhet që t'jemi para, duhet të qohemi dhe të dalim në orën 6:30. Nuk e di nëse në 6:30 në mëngjes, ai është hap, do të thënë recepsioni, ai djali është aty, se me siguri hapet në 8. Dhe si do merrem me vesh që t'na kthej 200.000 lekë. O zoti i madh, të mërshme. Edhe as sugjerim emri nuk do t'ju lë të ky hoteli, të ky Airbnb-ja në fakt. Do t'ju tregoj gjatë ditës për çmimet, si më duket këtu në Sardenja. Ne jemi në zonën në qytetin që quhet Alghero. Edhe është nice, është i bukur. Dje ishim pak te qyteti i vjetër. Qyteti i vjetër është shumë i bukur, pastaj pjesa tjetër nuk më pëlqen. Tani do ikim në një plazh që mbahet shumë i mirë këtu. Edhe do vendosim pastaj se ku do t'i kalojmë pushimet tona, do japim prap një mundësi Italisë për të vajtur në Sicili, madje më sugjeronin nëse keni vajtur, apo të shkojmë në Kret ose në Rodos, këto të treja, por edhe Nicën e kemi. Kështu. Këto 4 alternativa kemi për plazh këtë vit. Ju thash, kjo doli kështu nga Çipra, nga anullimi. Edhe kemi gjetur biletën shumë lirë, por çto bësh, lam që ato lekë tje. Dhe mi që këshim marrë lekë me vete, sepse të ishte në një vajtë, të isha unë në një shoqja, ku ta di unë, para disa vitesh, normal do kësha marrë 300 unë, 300 e shoqja, për aq ditë sa jemi ne. Fëp të thot tjetri, me jep lekët të. Iga tani të bëjmë gati. Vajza juaj është dobësuar, kemi bërë mungesa këtu, por jam dobësuar goxha. Kam rënë 3 kile dhe vihet re. Barë po një herë, pjesa e krahëve, e krarorit këtu. Edhe nëse jeni doni dhe juve, nëse jeni para pushimeve, unë kam bajtur një dietë që e kam ndarë në Instagram, e kam bërë me episode dhe ju kam treguar receta shumë të shëndetshme, edhe se çfarë më ka bërë mua efekt. Tani sa po u bëra gati, shkoni sa bukur që duken flokët, i bëra pak me locionin nga Ada Herbs që o zot sa bukur duken. Edhe kjo është outfiti, është ky fundi
lino, që është fantastik. Më pëlqen shumë, edhe ka këtë prerje poshtë të gjurit, që duket yll. Kjo bluzja që është nga Gjina trikot, edhe gati për të dalë tani. Ndërkohë, në blerja para pushimeve, mora këto shapka nga Hermes, kisha shumë qef dhe kisha një vit që i vija rotull, edhe i mora në Vinted, dhe tani e keqja është që nuk jam fare të rehatshme, nuk e di si s'ma kishit të thënë, por po i them unë, mos shpenzoni lek. I gjeta me çmim pak më të lirë se sa çmimi zyrtar, sepse ishin në gjendje fantastike. Kam bërë këmbët gjithë fluk do t'i vesh sot. Po janë shumë të bukura kështu. Dhe të keqen e shapkave Havajanas, sepse janë fantastike, dhe këto janë, nuk e di nëse do kam treguar, por i kam marrë për çmim fantastik. Domethënë me çmimin e tyre, por krahasuar me ato të Hermes, këto 35 euro ishin. Por këto do vesh. Janë shumë të rehatshme, janë shumë të bukura, kam edhe të zezat si këto, dua të marrë edhe të tjerat, i kem të gjitha koleksion ngjyrat, sepse i adhuroj. Dhe tani shpejt nuk kam marrë as çantë plazhe, vetëm këta kam marrë, që kështu do të shkojmë në plazh. E di si më janë bërë këmbat fluka nga shapkat. Por nisë, s'kemi qa bëjt ban. Jam e mërzitur, por besoj se do hape, më tregoni ndonjë. Si mund t'i vesh, si i vishni. I ka tani. Atë me ka zënë kripi. Po, ma, të dashur si jam pa çantën. Ka veshur dhe ai Havajanas. Ka thënë që janë super të mira. Hello, përshëndetje. Tani do dalim në plazh, jam e kënaqur. Ishte fantastik, ju a kam dhënë dhe emrin. Shazoni kushtonte 25 euro për 2 persona, bashkë me çadër. Ndryshonin çmimet, kishte një tabelë aty. Ndryshonin gjatë sezonit. Në korrik ishte 30, edhe në ngusht, pastaj në Shatori ulej. Tani do shkojmë pak tek Old Town, pam një vend shumë të bukur dje dhe mendojmë që të ham drek dark aty, se është ora 7. Edhe unë kam veshur këtë fustanin satin të bardhë, shapkat e zeza Havajanas, Zalva ka vesh atletet. Edhe kështu, deri tani po na pëlqen shumë. Plazhi njëri ishte fantastik, plazh me rër, aq të bardh, aq të pastër, nuk është ç'a vajtë ndonjëherë. Fantastik pjesa e plazhit. Edhe qyteti është shumë i bukur, por qyteti i vjetër është fantastik. Është shumë herë më i bukur se ndoshta se edhe unë jam se pjesa këtej nga jemi ne. Kemi diku te 30 minuta në këmbë. Dhe pra do t'a bëjmë në këmë si që bëm dje, po mund të merrni edhe autobusin. Ka edhe Uber, po kushtojnë, sepse ka shumë pak. Kushtojnë në krahasi me qytetet europiane. Tani po ju lë, që mos të plasëm në ndonjë shtrull. Kështu janë të gjitha rrugët. Tu janë për makina, aty për bicikleta. Qalbjo? Po e ka këtu si është futur të shtëpia. Po, çfarë nuk ndihet? Nuk është se ndihet 30 minuta, se bie duke si fjallë e madhe. Është 2 kilometra larg. Ne e bëjmë për 25-30 minuta, por është afër se jemi buzë shëtitore e detit, është e gjithë shëtitore. Edhe shijon në fakt.
Ku ja tregova outfitin. Ka veshur këtë fustanin që është shumë i bukur dhe është i hapur nga mbrapa, është nga Nice, edhe më super pëlqen, edhe me çantën time që vetëm një çantë kam marrë. Por shikoni sa e bukur që është pamja mbrapa. Dita tjetër, unë tani po bëhem gati, është ora 10. Vendosa pak SPF dhe kam harruar të marr korektorin dhe prandaj kam pak syt të errët poshtë, po nejse, nuk prish bon sepse për plazh jemi dhe kam bërë edhe buzët me kombinimin tim të preferuar, që është ky lapsi nga Anais, që është në numrin prita gjejun tani 312 dhe me këtë nga Benefit, që është tint, më super pëlqen ky. Edhe do vendosim pak setting spray. Edhe dje pyetëm tek hoteli për pjesën e garancisë që kemi dhënë kesh, që kur mund t'i marrin sepse kemi udhëtimin avionin herët në mëngjes dhe na thanë që nuk vim dot në mëngjes për të parë dhomën. Se e kemi në orën 7, ndërkohë hapet në orën 9 recepcioni, plus as të intern nuk ju a shohim dot në darkë, sepse mund që të shkatërroni në një gjë të intern në darkë pasi të ikim ne, ose herët në mëngjes para se të niseni. Nise, kjo gjë nuk më pëlqeu fare, por bëra pak callate të anglishtën time që kam mësuar të kursi, që kam dhe provimin që direkt sa të ikim në Shqipëri. Edhe nisë, thanë që më dërgoni ato të bankës, që t'u ja çojmë me bank, edhe pse ne kemi paguar kesh. Më mërzita pak se jo thash ju e shpjegova dje, nuk e se do ju e shpjegoj prapë sot, sepse mërzita. Nëse u bëra gati, do kapim pak flokët dhe do shkojmë në plazh. Besoj se do shkojmë tek i njëjti breg që ishte dje, sepse nuk pëlqeu shumë dhe ishte shumë pastër. Plus kishte edhe shezlona që u thash kushtonin 25 euro. Të paktën ata që sjellëm ne, sepse kishte pafund. Madje kishte edhe vende publike ku ti mund të merrje çadrën edhe karrige ose peshqira. Edhe nuk pagoje lek. Plus këtu na thanë kemi një çadër te hoteli dhe na thanë që mund ta merrni, por nuk duam që ta marrim sepse kemi frikë mos e prishim, plus nuk duam asnjë gjë nga këta. Edhe pse thanë mund ta merrni dhe pastaj të prapë. Prish edhe çadrën aty, nuk më bën 200 euro. Ja si duket fytyra këtu afër. Më super pëlqen. Prandaj ju a sugjeroj gjithmonë këtë SPF sepse është vërtet shumë e mirë. Për të shkëlqim. Edhe ky më pëlqen. Ky blushi, në fakt kënë përdor si bronzer. Ky nga Rode, është shumë i mirë. E kam vendosur këtu tek pjesa e ballit, edhe pak këtu. Edhe më pëlqen ky efekti që lë. Është ky shade këtu. Ba sugjeroj. Për SPF, ndërkohë shikoni pak barkun tim. Tani. Dhe shikoni që unë kam nishane këtu tek pjesa dhe e kam edhe qafën sepse e kam shumë rak plus dhe fytyrën. I kam mbrojtur në maksimum sepse nuk duhesh të paktën tek nishane vendos gjithmonë SPF. Edhe duket se sa e mirë është SPF-ja që kam vendosur tek nishane dhe pjesa tjetër me mendje hajt se do më marri dielli dhe u dogja. Edhe jam djegur dhe këtu, sepse në këta anë nuk te më binte, nuk e di që është kjo ngjyrë. Kam dhe dasëm dhe jam bërë edhe në këmbët.
O, zot. Tani nuk di çfarë të bëj. Bleva këtë SPF-n. E Nivea Solieva. Mora edhe një që ishte After Sun që doja të tregoj të shumë e mirë, më bëri shumë punë sepse më ndiqte shumë lëkura, por pasi bleva atë në dark jam shumë herë më mirë sepse e kam aplikuar disa herë, por thjesht doja që të thoja që mundoni ta mbroni sa më shumë fytyrën por edhe trupin. Mos bëni gabimin që bëra unë, të paktën nishanet i kam ruajtur, se në gjithë, në trupin tim shkon vetëm pika të bardha, pulla, ku kam nishane që e aplikoja, por duhet të kujdesemi për gjithë trupin. Këtë gjë po ja them dhe vetes time, edhe prandaj SPF-ja lëreni vajin e plazhit, se bleva datë dje kur shkuam në market, thash unë SPF kam. Do ble vaj plazhi. Nuk bëra me vaj plazhi. Në fillim u bëra me SPF, pastaj me vaj plazhi janë këtej edhe janë bërë tani si salcice e skuqur. Se nuk ju kam treguar fare kuzhinën, por kjo është. Edhe vendosa dije në dark, është me aloe vera, është shumë e mirë nga Nivea, edhe ma qetësoj shumë trupin, dhe jo sugjerojnë që se keni këto probleme, që se skuqeni, edhe keni djegje në plazh. Ja, apartamenti jonë është shumë e thjeshtë. Por nuk është se ju tregova shumë sepse ju thash, nuk jam shumë e kënaqur. Tani do vishemi. E pasqyra nuk duke asnjë gjë, por shikoni pak. Ç'është kjo? Ua, është skandaloze. Thash unë si salcice skuqur. Kam veshur këto rrobat e banjos. Që vetëm rrobat e banjos nuk vi herët. Dhe vesh tani tuta lino. Edhe në fakt, nëse shikoj që shumë nxehtë dhe më jep problem tek pjesa e djegur të këmbëve, shikoj që më jep problem shumë dielli tek pjesa e djegur e këmbëve. Nuk kam ndërmend t'i heq, edhe por shpresoj që do nxihet kjo pjesa e djegur. Unë nuk di çfarë të vesh nga sipër, kam një këmish, por duhet vesh një kanatiere poshtë, ose thjesht këmishën sipër edhe kaq. Oh my god, gjithë siklete. Unë gjithmonë kështu bëhem me pushime, nuk jam fare kujdesshme me trupin. Domethënë bëhem me SPF, i lahem, pastaj përtoj të riaplikoj prapë SPF në trup. Hello, nga dita tjetër. Këtu kemi bërë pak pazar. Kemi marrë açuke, morëm fruta deti, morëm oktapod, morëm domate, kemi marrë ullinj, kemi marrë salcë, kemi marrë këtu pafund gjëra dhe na shkuan 40 euro gjithë pazari që bëm. Ja, këtu kemi marrë prosciutto, kemi marrë salam, kemi marrë bukë, kemi marrë salcice, kemi marrë djath. Edhe buka ishte shumë e shishme dukej. Edhe do bëjmë sanduiç. Do t'i vendosim fruta deti, pak majonez, pak ullinj, pak tomate. Jeta e fundit.
Tani po presim radhën për të vajtur në një lokal që ka super review, dhe është që si lokal familjar, si që kemi në qep, biznes i vogël, edhe ka çmime të mira, por shikoni sa radhë që ka, edhe do t'ju tregoj për më shumë. Shikoni çfarë na erdhi.